Përshëndetje të nderuar miq, sot do të shpjegoj shkurtimisht se si kryhet regjistrimi në programin Eloi i paradhënieve që merren nga klientët për shitje të mëdhonshme. Atëherë kalojmë me vazhdo tek faqja e linkjeve dhe arktime sigurisht kryhen ose me ark, pra ose me bank. Në të dyja rastet ne kemi parashikuar dhe konkretisht tek ditari i arkës arktime, pasi të sigurohemi që emri i klientit i cili ka dhënë paradhënien të figurojë në listën e klientëve, dhe për këtë ne kemi thënë që shkojmë tek klientët analitik dhe pikërisht këtu supozojmë që klienti nuk është i regjistruar dhe e regjistrojmë. Në këtë moment ne kthehemi dhe kalojmë tek ditari i arkës arktime dhe këtu menjëherë do të shikojmë që emri i klientit ka dalë dhe pasi shkruajmë datën, muaj, përshkrimi etj. Vëmë tek kursi kombimi, duhet detyrimisht të vendoset një kur bëhet fjalë me lek, zgjidhet valuta në ALLEK, vlera, ne supozojmë që klienti ka dhënë 10.000 lek paradhënie, vazhdojmë. Pra në ark është shtuar për 10.000 lek në një kohë kur edhe do të kreditojmë llogarinë paradhënie të marra. Atëherë për vlerën, siç kemi thënë, 10.000 lek. Meqense tek vlera e kredisë nuk kemi vlerë, nuk zgjedhim edhe llogari përkatëse. Gjithashtu, edhe tek ditari i bankës arktime është pak a shumë e njëjta situatë. Tashmë ne kemi regjistruar klientin për shembull, bëhet fjalë për një klient, mund të jetë klient tjetër, do ta kontrollojmë nëse është apo jo tek pasyra analitike e klientëve. Atëherë do të zgjedhim klientin, plotësim të kriteret që duhen, e zgjedhim bankën në cilën për shembull BKT, kursit, nëse bëhet fjalë për lek, do vendosim një edhe në fillimin në mbarim, valuta është ALL, vlera supozojmë kemi 25.000 lek të derdhura nga klienti dhe tek llogaria 409 do të vëmë vlerën pikërisht 25.000 lek. Dhe meqense në totalin në vlerën e kredi nuk kemi shifrë tjetër, nuk zgjedhim edhe llogarinë përkatëse. Kështu kryen regjistrimet. Tani për verifikim ne kalojmë tek klientët analitik dhe do të shikojmë që klienti ABC është shtuar për 35.000 lek, 10.000 lek me ark, 25.000 lek me bank dhe kështu pasqyrohen pra regjistrimet përkatëse të për sa i përket paradhënieve të arktuara. Na ndihni në videon e radhës ku do shpjegojmë parapagimet që bëjmë ne për të blerë mallat ndaj furnitorëve.